ai më thotë që, Nora, ti do bësh aq mirë thotë, sepse gjëja jote është asgjë. Edhe teksa filloi faza e marrjes anestezisë dhe më kujtohen, më kishin vënë në sallë tingujt e muzikës së Vivaldit. Sepse i them atij mjekut që, se më thot cili është hobi-yt? Hobi im, i them, ka qenë pianoja. Unë kam bërë 8 vjet piano, po më vjen shumë i natë që nuk e mbarova dot, se do isha bërë një pianiste shumë e mirë, gjithmonë duke bërë humor, sepse kur ti shkon pranë vuajtjes tënde fundore, ti e bën humorin e zi, duke menduar që ti do t'i japësh vetes forcë, po pa logjikuar dhe pa bërë shumë filozofi për jetën. Ti e prek dhe kupton që ashtu si plaga që ta hapet dhe ke këtu, edhe kur mbyllet ajo cikatricën për të kujtuar që mos haro, se jeta është shumë e çmuar dhe kujtoje veten, shikoje veten,